Nëse ndalon një shqiptar në rrugë dhe pyet për makinën e ëndrave, ai do të flasë me një pasion të paparë. Dua një Benz për ati ose një BMW për qejf, por kur vjen momenti që të numëroj legët mbi tavolinë, ndodh diçka e çuditshme. Ai shkon dhe blen një Audi. Pse ndodh kjo? Pse Audi është makina që ne e shajmë çdo ditë në kafe, e quajmë Volkswagen të shtrenjtë, por prap e votojmë me portofol sa herë na duhet një makinë serioze. Sot do të zbulojmë historinë e markës që u bë vllai i mesëm i mençur në Shqipëri, ai që nuk bën zhurmë si BMW-ja, por që të merr parat me stil. Gjithçka nisi me Audin 80. Në fillim të viteve 90 në Shqipëri, kur Benzi ishte për më të fortët dhe BMW-ja për më të rrezikshmit. Audi 80 na tregoi se ekzistonte një rrugë tjetër. Ishte makina që të bënte të dukesh e intelektual, dikush që e vlerëson teknologjinë më shumë se sa forcën brutale, dhe të mos harrojmë sistemin 4. Audi u bë mbreti veriu të Shqipërisë dhe zonave malore. Atje ku Benzi i vjetër rrëshiste në kthesën e parë me dëbor, Audi ngjitej sikur të ishte dhi mali. Këtu lindi miti i makinës inteligjente, që t'jep sigurinë e gjermanit, të jep lëvizjen e 4x4-s, por pa rënë shumë në sy. Audi nuk ishte makinë për të rrahur gjoksin, ishte makina që të kryente punë aty ku të tjerët dështonin. Audi e fitoi zemrën e shqiptarit me një gjë që ne e kemi pikë të dobët: pamjen. Ata ishin të parët që e kuptuan se ne e duam makinën si bizhtuteri. I mbushën me drita LED, me kroskode që duken si anije kozmike dhe me ekrane që t'japin ndjesinë se je duke pilotuar një avion. Por pas atij shkëlqimit të dritave, fshihet një realitet që mekanikët e dinë shumë mirë. Audi është si ato celularet e fundit, është fantastik sa është i ri, por sapo i thyet një ekran ose i prishet një modul elektronik, kushton sa gjysma e makinës. Dhe le të jemi të sinqertë, motorët e tyre 2 mish TDI apo TFSI kanë pasur periudha që pinin më shumë vaj se sa një makinë kineze. Dhe problemet me pompat e ujit apo kokat e motorit kanë lënë shumë shqiptar mbi kofano duke kryuar kokën. Tani le ta themi të vërtetën që na dhëm të gjithëve. Audi është një Volkswagen i veshur me kostum dasme. Shumë prej nesh blejnë Audi sepse nuk duan të duken sikur kanë një Passat popullor apo një Golf. Ne pranojmë të paguajmë 5 deri në 10.000 euro më shumë vetëm për atë logon me 4 radhë tek timoni. Edhe pse poshtë kofanos, pjesa më e madhe janë me logon e Volkswagenit. Audi është zgjedhja e atij që kërkon luks, por nuk ka guximin të përballet me shpenzimet e një Mercedesi të ri dhe as me çmendurinë e riparimeve të një BMW-je. Audi është mesatarja e artë, është për ata që duan të thonë kam makinë të mirë, por pa u dukur sikur po harxojnë të gjithë rrogën tek pika e karburantit apo tek pika e servisit. Në fund të ditës, Audi është makina që na pajton të gjithëve.
Nuk është legjendë e pavdekshme si 190-shi që folëm në videon e kaluar dhe nuk është ajo bisha e adrenalinave si kocka, por është makina që na kryen punë çdo ditë me një dozë luksi që na bën të ndihemi mirë. Është makina e diplomatit të lagjes, atij që do të jetë i sakt, i rregullt, i pastër dhe modern, edhe pse e di që në servisin e radhës do të paguaj taksën e luksit për pjesë që një shoferi të Passatit i kushtojnë gjysmën. Po ju, a jeni nga ato që thoni Audi? Kur, është mashtrim, por prapë kërkoni në marketplace çdo natë përpara se të flini. Na tregoni tani, a është Audi vërtet një makinë superiore apo është thjesht një marketing i shkëlqyer gjerman që na gënjeu të gjithëve? Faleminderit që na ndoqët në këtë triologji të makinave gjermane dhe bashkë shihemi javën tjetër dhe mos harroni, udhëtoni të sigurt.